Romanca mes Gjesit dhe Eglit vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së publikut. Pyetja më shpesh e fancave është se çfarë po ndodh me ta jashtë shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Dhe pikërisht kjo marrëdhënie u diskutua një ditë më parë në një studio televizive. Producenti e njohur Eduard Deda u shpreh se I vjen keq për Eglin, pasi sipas tij ajo është mashtruar në këtë marrëdhënie. Producenti shton se ish finaliste e shtëpisë më të famshme në Shqipëri është e afeksionuar pas fituesit të shtëpisë së famshme dhe viktime ndjenjen së vet. Mua më vjen keq për këtë vajzë, e cila realisht është mashtruar në këtë marrëdhënie. Ajo e ka dhënë fitoren dhe gjithë vëmendjen e mundshme këtij djali, u kujdes për këtë djalë maksimalisht. Tregoi që vërtet e donte. Mendoj që ajo vajza është e afeksionuar pas atij djali, por është viktimë e ndjenjes së vet, deklaroi producenti I njohur, duke habitur jo pak fancat. Por nga ana tjetër të shumtë janë fancat që mendojnë si producenti I njohur se Egli është viktimë e dashurisë nga Gjesti. Ju çfarë mendoni? Lini komentin tuaj poshtë videos. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.